Mjaft pranuat çdo gjë si të vërtetë, mësoni si të zbuloni gënjeshtrat me kritikë konstruktive. Në një shoqëri ku informacioni qarkullon me shpejtësi marramendëse dhe opinionet shfaqen nga çdo kënd i mundshëm, sfida më e madhe nuk është të gjesh atë që thuhet, por të kuptosh sa vlen ajo që thuhet. Në këtë realitet, pasiviteti ndaj opinioneve nuk është më një zgjedhje e pafajshme, është një rrezik serioz për cilësinë e mendimit publik, për formësimin e shoqërisë dhe për të ardhmen tonë kolektive. Kritika konstruktive, mbrojtja më e mirë ndaj dezinformimit. Kritika konstruktive nuk është një akt i thjeshtë kundërshtimi, është një ushtrim i mendimit të thelluar, një angazhim serioz për të kërkuar të vërtetën në një botë plot me gjysmë të vërteta, manipulime dhe interpretime të njëanshme. Në vend që të pranojmë çdo deklaratë si të mirëqenë, është jetike të pyesim: ku janë burimet? A mbështetet kjo deklaratë në fakte të verifikueshme? Cili është konteksti? A janë nxjerrë informacionet nga rrethanat e duhura, apo janë shtrembëruar për të përshtatur një narrativ të caktuar? A ka logjik? A qëndron argumenti nga pikpamja e arsyes dhe e mendimit kritik? Vetëm duke kërkuar këto elemente, mund të ndërtojmë një diskutim të shëndetshëm dhe të mbrojmë veten nga mashtrimet. Përse pranojmë pasivisht opinione? Pranimi pasiv i opinioneve vjen shpesh nga disa faktorë. Lodhja mendore, kërkimi i së vërtetës kërkon kohë dhe përpjekje. Presioni social, nganjëherë është më e lehtë të rrim dakord sesa të rrezikojmë konflikt. Tregu i informacionit të shpejtë, rrjetet sociale nxisin reagime emocionale dhe të menjëhershme, jo reflektim të thellë. Autoriteti i rrem, disa njerëz pranojnë një mendim vetëm sepse e thot dikush me pushtet ose famë, pa e analizuar vetë. Por, duke vazhduar në këtë mënyrë, rrezikojmë të bëhemi konsumator të verbër të ideve të tjerëve, duke humbur autonominë tonë intelektuale. Si të ndërtojmë një kulturë të kritikës së shëndetshme? Arsimi mbi mendimin kritik, duhet të fillojmë që në shkollë të mësojmë fëmijët jo vetëm të mësojnë përmendësh, por të pyesin: pse dhe si e dim që kjo është e vërtetë? Nxitja e dialogut me respekt, kritika nuk duhet të jetë sulmuese. Ajo duhet të synojë përmirësimin e mendimit, jo shkatërimin e personit. Kërkimi aktiv i burimeve të ndryshme, para se të formojmë një opinion, duhet të lexojmë nga disa perspektiva për të kuptuar të gjithë panoramën. Zhvillimi i durimit për të analizuar, në një botë të shpejtë, të dish të ndalesh, të lexosh me kujdes dhe të analizosh është një formë rezistence inteligjente. Një shoqëri e vetëdijshme fillon me ty. Në fund, promovimi i kritikës konstruktive nuk është thjesht një akt intelektual, është një akt qytetar. Është mënyra jonë për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga manipulimi, nga padrejtësia dhe nga mediokriteti. Është mënyra jonë për të krijuar një shoqëri ku fjalët kanë peshë sepse janë të bazuara në të vërtetën, jo në interesat momentale të dikujt. Pra, herën tjetër që dëgjon një deklaratë, mos u nxit të duar trokasësh ose të zemërohesh menjëherë. Pyet veten: ku janë burimet? Cili është konteksti? A qëndron logjikisht? Sepse ndryshimi i vërtet fillon me pyetjet që guxojmë të bëjmë.